Kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi prej 11 vitesh në detyrë e ka kthyer tenderin për blerje e karburanti në monopol, duke ia dhënë çdo vit kompanisë AG1 SHPK të Renato Salit, i njohur ndryshe dhe si Renato Çami i Fierit, me disa dosje penale për trafik droge dhe porositje dhe financim vrasjesh. Fakti që aktualisht Renato Çami është i proceduar penalisht nga SPAK për të tilla krime, nuk e ka ndaluar kryebashkiakun e Fierit Armando Subashi ta pranojë në tenderin e blerjes së karburanteve edhe për vitin 2026 e ta shpall fitues me 98% të fondit limit. Sipas njoftimit në buletinin e prokurimeve publike të datës 30 mars 2026, kompania AG1 SHPK ka marrë nga Bashkia e Fierit tenderin me vlerë rreth 1.3 milion euro për furnizimin me karburant të administratës së bashkisë dhe ndërmarrjeve të shërbimeve në varësi të saj, ndryshe nga 10 vitet e mëparshme që tenderi i jepej pagar. Armando Subashi dhe Renato Çami kanë përdorur si garues fiktiv kompaninë Olsi SHPK në pronësi të grupit Bol Oil me ofertë 1% më të lartë se kompania AG1 SHPK. Tenderi është ndarë në 2 lote, por për këtë vit vlera e fondit limit është rritur me 15%, megjithëse tenderi u shpall dhe u zhvillua një muaj para nisjes së luftës në Iran. Në të njëjtën ditë, kryebashkiake e Roskovecit Majlinda Bufi, që është nën hetim nga SPAK, i ka dhënë kompanisë AG1 të trafikantit Renato Çami tender 120 milion lek për karburante, por të dy kryebashkiakët prej 11 vitesh i blejnë karburantet vetëm prej tij me tender monopol. Renato Salit Çami, i skeduar si një nga emrat më të njohur të botës së krimit në Fier, është në hetim nga SPAK me 3 dosje voluminoze, numër 75 fraksion 1, 2 e 3, por procedimi i tij nuk i ndalon kryebashkiakët e Fierit dhe Roskovecit të japin miliarda lek fonde, megjithëse i ndalon ligji për prokurimet publike dhe ligji antimafia. Gjatë 11 viteve në krye të Bashkisë Fier, Armando Subashi ka dhënë kompanisë Renato Salit Çamit rreth 22 milion euro tender, 11 leje ndërtimi dhe i ka dhuruar rishitur me vlera qesharake disa troje, toka, plazhe në Seman e zona të pyllëzuara të preferuara.